Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Se ne jemi takuar të protesta, po nuk kemi pasur asnjëherë mundësi të flasim pak më tej, domethënë, ajo fjalimi jot I parë ishte fantastik. Domethënë ishte goxha mallëngjyes. Dhe edhe fjalimet e tjera, fjalimet, pastaj është fjalë pak e madhe, domethënë, po. Shprehjet emocionale mbi situatën politike në Shqipëri. Po jo vetëm emocionale, ato ishin goxha drejta, po ta mendosh domethënë se e ke parasysh në sado që një person mund të emocionohet në moment, më shumë tregon për barrën që ka gjithë ky lloj brezi që jemi ne, domethënë, se sa më shumë për emocioni që mund të ketë dikush përpara njerëzve, domethënë. Ajo është diçka që edhe mësohet me kalimin e kohës, edhe kalohet etj. Po ne as nuk e kemi pasur mundësinë përpara. Edhe shpatullat I kemi plot, domethënë, normalisht vjen një moment ku se mban. Edhe si ti nuk e qenë vetëm, domethënë, se ka pasur shumë persona që aty janë emocionuar te I mase, domethënë, gjë që nuk e unë jam emocionuar shumë se mos protestën e parë. Unë në fund kam qarë, domethënë, kur pash ata njerëzit, kishin ardhur njerëz që kisha kështu vite pa I parë, domethënë, edhe më përshëndetën aty thash, okay. Good, nuk qen kemi vetëm, domethënë. Po, nuk jemi vetëm, jemi shumë. Por kemi një problem shumë të madh. Dhe ky problem na ka bashkuar që ne të jemi më të fortë, që ne të njohim njëri tjetrin, që ne të diskutojmë mbi mënyrat se si mund ta zgjidhim këtë problemin dhe cila mund të jetë zgjedhja, pa të kuptojmë zgjedhjen, duhet t'i bëjmë me gisht problemit, nga I pari tek I fundit. Kështu që unë sot doja të flisja për një problem që unë besoj që është themeli I gjithë situatës politike në Shqipëri, është folur shumë, ka shumë pasoja, njerëzit I vuajnë akoma, është arsyeja sepse ne po dalim sot në protest, është toka. Toka është problemi kryesor në Shqipëri. Shohim që është toka në momentin që zonat e mbrojtura, që nuk duhet të preken, nuk janë prekur ndër vite. Pra, po flasim për zona që në krijimin e njerëzimit, ato zona nuk janë prekur. Kjo është trashëgimia që na kanë lënë dhe kjo është trashëgimia që ne do luftojmë t'i lëmë brezave që vinë. Zonat e mbrojtura, ligji 21, ligji 21 2024 është ligji për zonat e mbrojtura, I cili hap dyer për investime shumë të mëdha, të cilat kur I vënë në paralelizëm me natyrën dhe ato që ne kemi mbrojtur, është një shkatërrim I natyrës. Dhe ne këtë nuk do lejojmë, të paktën jo pa folur, siç e tha Brunela, ne do flasim, shumë, ne do dridhemi kur flasim, sepse nuk është një çështje e lehtë për të diskutuar. Nuk është se jemi mësuar të flasim dhe t'ju themi njerëzve cilat janë problemet, ama sot është me shumë rëndësi që të ndalojmë edhe të shohim se pse është toka problemi, pse është kaq e rëndësishme, cilat janë shkaqet, cilat mund të jenë rrugët që ky problem të zhduket edhe t'i jepet një zgjidhje sa më e mirë. E do pse ishe herën e parë në protest? Unë herën e parë në protest isha sepse ka manifestuar këtë ditë me vite, të paktën 2 vjeçarin e fundit, unë doja që shqiptarët të ngriheshin, unë doja që unë të ngrihesha. Edhe të luftoja këtë të keqe që e kishim dhe e kemi në qeveri. Nuk mundet që I Zoti I shtëpisë të shkatërroj familjen. Pra, nëse mendojmë një familje, që flasim ne familja tradicionale shqiptare, kemi një zot shtëpie I cili shet, I cili është arrogant, I cili po shtëron, I cili nuk lejon që të drejtat themelore të njeriut, jo vetëm nuk respektohen, por ato preken me 2 këmbët, preken nga ato që duhet t'i mbrojmë. Dhe unë nuk mund ta lejoj këtë. Tani është momenti
që janë ngritur njerëzit, dhe unë thash, unë nuk iki dot në Shqipëri. Pash një mënyrë se si mund ta bëja unë proteste në Berlin, pash që ishte gjaj regjistruar, dhe thash unë do shkoj, unë do ikim protest. Bëra një pankart, në njëra anë shkruhej nuk ka lind asnjë burr shteti që menon më shumë për na se menon ai për veti, fjalë që nuk i them unë, i thot i madhi Vllashenti, emri nuk po më vjen tash, po është një këngëtar që ky me jetu është kënga. Kjo këngë ka qenë himnim që të më mbaj të lidhur me Shqipërinë, sepse unë e dua Shqipërinë. Dhe unë erdha në protestë, edhe kur po vjen protestë madje, Berlini është shumë i madh, aty kuptova sa i madh është Berlini, nuk pash asnjë njeri. Thash, mos jam vetëm unë. Mundësisht kam një video që filmova reagimin tim, edhe them që orë edhe vetëm kam për të ardhur. Domethënë dhe vetëm do dal aty, do protestoj me aq mundësi sa kisha. Kjo ishte e drejta ime. Kjo ishte momenti që Zoti më tha, "Okej, Shqipëria, deshe protest, ja, ku e ke protestën, shko." Shkoj aty dhe ishin në diku të 500 veta. Thash, "Okej, sa mirë, sa bukur." Pastaj afrohem, po një gjoja ndërkohë, njerëzit që flisnin, lexonin, njerëzit që komentonin. Ne kemi dalë gjithë për një qëllim, edhe fakti që një gjonë edhe njerëz tjerë që komentojnë, se këto do bëjnë Shqipërinë, kush i ka sjell këto. Domethënë unë shkova aty vetëm, nuk nifja asnjë rob, as zero komunikim. Me miqtë e mi që u them hajde në protestë, askush nuk erdhi. Isha vetëm, afrohem drejt mikrofonit, thash, ore, mbase këto janë me të vërtet njerëz si unë, nuk i ka sjell njeri, ta bëj provë herë, mbase lejon në fol. Kisha shkruar shumë fjalime kam në telefonin tim. E di se mbaj Për momente si kishe shkruar shumë, e mbaj mend edhe si dridhesh. Sepse e besoja që do vinte dita. Dhe besoj akoma që do vi dita dhe këto fjalime mund duhen, paktën të jemi të përgatitur, nuk i dihet jetës. Unë jam vetëm një qytetare aktive. Ky është vetmja gjë që unë dua nga kjo protestë, të tregoj qytetarinë time aktive. Jam një ushtar flamingo, një ushtar shqiponjash, një ushtar i vendit tim. Nuk kam asnjë ambicie më shumë se sa të edukohem në këtë qytetari aktive. Dhe kur u afrova, që pash ty, dhe them mund të flas, the po, janë 4 veta, pastaj është rradha jote, pastaj fillova mendova, unë s'kam folur ndonjëherë në publik, si do ta bëj unë, dhe pastaj the që je ti, një fëmijë afrohet e thot, a mund të flas, pastaj unë them, mund të flasë ky fëmia, dhe ti që ishe nëse nuk flet tani nuk do jenë shumë veta të tjerë, pastaj edhe unë them, okay, në rregull. Dhe ti më the, Bleon, më shiko mua dhe mendo sikur po flet me mua. Aty tha që, okay, unë këtë fjalimin e kam bërë shumë herë, domethënë, nuk e di ku të shkoj, do flas nga zemra, do dridhem, do çaj, pastaj shoh njerëzit që ishin, domethënë sytë e tyre ishin bravo, kështu jemi gjithë. Sa mirë që i atë moment. Po çaja dhe gjithmonë e kam menduar që lotet janë ato që më bëjnë të dobët në një farë mënyre, duke u rritur, domethënë me aq mendoja se nuk jam e fortë mjaftueshëm, unë çaj shumë. Pastaj kuptova që jo, lotet janë ajo që duam në fakt. Duam të shohim anën njerëzore të njerëzve, duam njerëz që flasin me zemër, duam njerëz që flasin me pastërti dhe duke njohur veten kush jam dhe nga vi dhe çka kam arrit deri tash. Flas vetëm për vete. Dhe kushdo tjetër që i pëlqen ajo që unë flas, ka të njëjtin mendim, është padyshim një shtyllë e demokracisë për Shqipërinë e re. Për ta thënë në mënyrë më të shkurtër të mundshme, kush je, çfarë ke bër, çfarë do të bësh, edhe pse pikërisht në këtë lloj mënyre? Unë jam një shqiptare, vi nga Malësia e Kelmenit. Origjina ime nga 2 prindrit është 100% shqiptare.
Unë kam studiuar për historinë e Shqipërisë dhe ne jemi populli më i vjetër në Ballkan. Unë jam dhe vi nga shteti me popullin më të vjetër dhe gjuhën më të vjetër në Ballkan. 8500 vite, dhe këto nuk i them unë, po i thonë shumë njerëz më të zgjuar se unë. Unë dua që Shqipëria të jetë një vend aq i bekuar sa është nga natyra, të jetë edhe nga qeveria. Sepse unë kur studiova juridikun, fjalia e parë ose fjalia e parë që mësova ishte që çdo popull ka qeverinë që meriton. Dhe unë thoja, ne jemi popull dele, ne kemi qeverinë që meritojmë dhe ne meritojmë këta. Pastaj unë u rrita. Dhe unë kuptova që jo, kjo nuk është qeveria që unë meritoj. Dhe unë do sigurohem si një qytetare aktive, si pjesë e shoqërisë civile të Shqipërisë, që shqiptarët dhe populli shqiptar ka që zgjuar sa është. Do më thënë, ti shikon shqiptarët në përbot individualisht kanë arritur aq shumë. Nëse ti punon, kjo është e pa kontestueshme. te puna jote, ti nëse nuk je më i miri, të paktën dyshoj. Kam shumë dyshime nëse ti nuk je më i miri të puna jote, por gjithsesi, do më thënë shqiptarët në muzikë, në art, në shkenca, kemi shqiptarë që përfaqësojnë shtete të ndryshme në Parlamentin e Bashkimit Evropian. Në qindra disiplina, do me thënë, jo vetëm në parlament, por në sport, në biznes, do me thënë, në shumë gjëra që neve në Shqipëri mendonim se janë gjëra që i bëjnë vetëm të huajt. Vetëm ata din të bëjnë ato gjëra, ne nuk dim. Ne jemi, dhe ky shqiptar, ne jemi krenar për këto njerëz. Dhe unë them, do me thënë, individualisht, ne jemi kaq të zgjuar. Ne jemi kaq të edukuar, ne jemi kaq të cilëshëm, ne jemi kaq mikpritës. Kudo që u thonë në për Shqipëri dhe shkon tek familje shqiptare, ti gjen mikpritjen, gjen dashuri, gjen dashamirësi. Dhe kjo nuk është qeveria që ne meritojmë. Kjo nuk është qeveria që ne meritojmë. Mirë se kemi ardhur deri këtu, nëse vërtet më lejo mua të bëj stillmaning avokatin e djallit, domethënë, e nderuar, po bëj një deduksion sado amator në këto momente, se për shkefin tonë jemi, domethënë që na ka gjetur ne. Pse jemi këtu nëse vërtet ne nuk kemi ato qeveri që meritojmë? Pse jemi këtu? Për të analizuar pse jemi këtu, duhet të kthehemi shumë pas në kohë dhe të kuptojmë mënyrën se si shqiptarët janë rritur ndër vite e vite. Unë do kthehem pas në kohë aq pas sa histori që unë kam dëgjuar nga gjyshrit kushrin të moqshmit, i thonim ne asaj, domethënë të vjetrit, që të mos kthehemi pas për të mos dal nga linja historike, do më thënë periudhat e ndryshme historike, fakti që ne kemi qenë të pushtuar, periudha e Skënderbeut, pushtimi Osman në Shqipëri, e la Shqipërinë të varfër, të pa edukuar, të pa formuar dhe njerëzit po luftonin për bukën e gojës. Në skamje, në skamje dhe në vitin 90 pas rënjës së komunizmit dhe gjatë periudhës së komunizmit njerëzit jetonin në skamje. Pra, kemi histori nga të afërmit tanë që rrinin për rallin e qumshtit, nuk ishte mishi, ishte luks pa imagjinueshëm, djathi, buka, veza, këto ushqimet bazike që në fshat prodhoheshin shumë lehtësisht, ato nuk kishin as të drejtë, kishin domethënë asnjë lloj kafshe. Po, ajo është shmenduri, fshatrat e Shqipërisë ashtu ka qenë në anën ban, ata prodhonin domate dhe s'kishin domate në shtëpi. Domethënë kjo është një pjesë që ato kishin toka dhe nuk kishin të tyre, duhet i punonin për kooperativën, punonte fshati, hante qytetin, ndërkohë fshati nuk kishte shtëpi. Domethënë unë mbaj mend shtëpinë e gjyshërve të mi që me drasa, me kallema, domethënë të merresh. Si mund mendosh ti për shoqërinë? Cili është kapaciteti i njerëzve, jo se nuk duan, po fakti që ti lë në këtë pjesë mjerimi, ti lë njerëzit të vuajnë për bukë, ti nuk i ke edukuar, sepse të drejtat bazike të njeriut nuk janë që linde ti dhe do i luftosh dhe do i gjesh vetë, duhen të siguruar nga shteti, duhen siguruar nga kjo qeveri. Dhe ndërkohë që qeveria
ato të cilët duhet të siguronin këto të drejta, nuk i bënin, njerëzit detyroheshin të mbijetonin. Dhe në momentin që ti je në mbijetesë, të mendosh a do kesh bukë nesër me u dhon fëmijëve, a do kesh lek me pagu qeran, a do kesh, ku diun, nëse keni hall njerëz nëpër spitale, si doja bësh? Ti nuk ke më kapacitet mendosh që qeveria më Normal. ka unë të drejtë të kem. Nuk e ke as mundësinë, as kohën, as rehatin, as luksin, as përja emrin se duhesh. Është një luks, pra sepse ti arrin në një pikë të jetës tënde që nuk shqetësohesh më për gjërat bazike dhe ti mendon, okay, hajde të shohim çik çfarë po bën kjo qeveria. E shef çfarë po. Edhe është, edhe e qëllimshëm, do ta themi këtë pjesën, sepse normalisht ai që nuk e ka kohën e mjaftueshme për të marrë me këto gjëra, nuk është as rrezik, domethënë për establishmentin me këtë fjalën e re, domethënë, po me qëndrueshmërinë që mund të ketë një pushtet apo një tjetër. Patjetër. Dhe kjo është një arsye shumë e fortë, domethënë fakti që popullsia ishte e lënë në mjerim dhe nuk kishte mundësi të mendonte më shumë se sa për ditën tjetër. Pra t'jetonte edhe një ditë më shumë. T'ja dilte edhe një ditë tjetër që t'hante bukë. Po flasim për bukën e gojës. Pas viteve 90, që shqiptarit filluan dhe emigruan masivisht, që ishin lëvizjet e para të emigrimit, ato nuk ishin asgjë. Zero. Fshatrat janë zero. Sepse unë vin nga fshati, unë i kam pa vetë. Arsye tjetër është fakti që personat të cilët ishin në qeverisje janë dhe ishin individualist. Mbase këtu do të ndalemi pak, domethënë, sepse në rregull unë bie dakord me të me gjithë pjesën e pushtimeve, pjesën e çetimeve, filloi nga rapsodi po të duash, domethënë, por realiteti tregon që Shqipëria prej 36 viteve, minimumin e letra është demokraci. Patjetër. Minimumi, domethënë, në letra përsëri, domethënë, ne kemi një mirëqenie, ne kemi ngritur, kemi bërë gjitha, domethënë, çfarë ka ndodhur? Dhe kjo është individualizmi i njerëzve që puna që këta persona bëjnë është në letra. Dhe në letra ne mund të jemi kushdo, sepse është një tekst që shkruhet nga një person dhe publikohet dhe themi ne jemi kjo letra këtu. Ne kemi kushtetutën ligjërisht, kushtetuta shqiptare miratuar në vitin 1991, që është kushtetuta e parë demokratike në Shqipëri, po ta lexosh në nenin e saj, unë do ta gjej këtë vetëm për të cituar krahasimin se sa bukur ato e kanë shkruar, sepse njerëzit ishin të etur ishin të etur për drejtësi dhe për demokraci, domethënë kishin kaluar atë periudhën komuniste që ishin të shtypur edhe erdhi momenti që këta njerëz kishin më në fund lirinë për të bërë një kushtetutë kështu me yje, domethënë ligjërisht është një nga kushtetutat më të bukura të shkruara ndonjëherë. Normalisht që kjo u ndryshua sepse kishte në nenet e saj të para kjo kushtetutë e prekte dhe sigurohej që sovraniteti në Shqipëri t'i përkas popullit. Unë u habita, thash seriozisht shqiptarët e pasën shkruaj këtë, pse në shumë? Shqipëria është republik parlamentare, neni i parë i kushtetutës. Sovraniteti kombëtar buron nga populli dhe i përket atij. Një paralelizëm se si është kushtetuta sot në nenin e saj të parë. Neni i parë i kushtetutës thotë që Shqipëria është republik parlamentare, Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm, qeveria bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme dhe periodike. Pra, nga sovraniteti kombëtar buron nga populli dhe i përket atij, kalojmë te qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike. Domethënë, nga një koncept filozofik fundamental, themelor, kalojmë direkt në teknikalitete. Po, në nenin e parë të kushtetutës ne bëjmë një teknikalitet. Sepse këtu vazhdojnë gërqet dhe kalojmë te pjesa tjetër që pse qeveria sot nuk është legjitime dhe nuk është se ndodhi sot nga veprimet që po bën sot që humbi legitimitetin qeveria, por është si pasojë e shumë
veprimeve të një pasnjërshme nga 90-ta, nga momenti që ne duhet të kishim demokracinë, që nuk e patëm kurrë dhe nuk e kemi. Nuk është shtet demokratik Shqipëria. Këtë duhet ta dim të gjithë. Sepse në një shtet demokratik, sovraniteti i përket popullit dhe në nenin 2, kushtetuta aktuale thotë që sovraniteti i Republikës Shqipërisë i përket popullit. Ama tani është neni 2, më përpara ishte neni 1. Këto ndryshime ligjore dhe kushtetuta aktuale është prekur në disa momente dhe sa herë është prekur kjo kushtetut, juristët kanë pasur opinione padyshim që çonin në zbehjen e të drejtave të sovranitetit të popullit. Sepse në teori është populli ai që vendos. Dhe një tjetër paralelizëm është që kushtetuta 91-shit në nenin 2 të saj që tregon se si populli e ushtron sovranitetin e tij përmend referendumin. Pra thotë që populli e ushtron pushtetin nëpërmjet organeve përfaqësuese të tij, si dhe referendum. Pra e shkruan specifikisht me referendum, që njerëzit ta dinë që kanë të drejtën e referendumit. Kushtetuta aktuale thotë që populli e ushtron sovranitetin e tij nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejt për së drejti. Në një farë mënyre kjo drejt për së drejti, nëse duam ta interpretojmë edhe analizojmë, na jep më shumë të drejtë, sepse nuk është më vetëm referendumi. Pra drejt për së drejti është fakti që ne protestojmë. Kjo është një mënyrë që populli po shpreh sovranitetin e tij. Normale, po mua kjo më duket kështu si cherry picking, domethënë, sepse ata me dëshirën më të madhe, domethënë, në nënet e para, në ato fjalitë e para, domethënë, kur e kishin dëshirën për të, le të themi, zhvendosur një themel me diçka teknike e bën, dhe tashmë në këtë nen, ku mund të kishin vendosur diçka teknike, duke e emëruar këtë që është referendumi vegla se si mund ta bësh drejt për së drejti, e lejojnë kaq vakët vetëm një koncept, domethënë, kaq gjithëpërfshirës dhe që mund të interpretohet në disa mënyra. Që hajde bëj njerëzit bashkë se si mund të interpretohet kjo gjë, domethënë. Jam shumë dakord me ty. Po pse? Sepse kjo qeveri që ne nuk e meritojmë, është dhe ka kuptuar fuqinë që populli ka, dhe ka ditur shumë mirë që në një pikë të ekzistencës së shtetit shqiptar, ky popull do ngrihet. Dhe hajde të sigurohemi ne, ky normalisht është mendimi im, hajde të sigurohemi ne që kur kjo gjë të ndodh, që populli të ngrihet dhe të vite ne dhe të thotë, çfarë po bëni? Ne të jemi të mbrojtur ligjërisht. Dhe ne të themi popullit që ky është ligji. Pra, ky është ligji. Po, kanë bërë edhe kontratë me 800.000 shqiptar. Ne jemi të zgjedhur. Pra ti je i zgjedhur, ti mund bësh çfarë duash për 4 vite, ti mund të shkelësh të drejtat fundamentale të njerëzit, po flasim për të drejta fundamentale. Unë vazhdoj dhe e them disa herë të drejtat themelore të njerëzit, sepse të drejtat themelore të njerëzit nuk janë shpikur tani, janë baza e çdo shteti demokratik në botë. Pra nëse një shtet formohet në çfarëdo momenti, dhe kur vjen momenti për të shkruajtur ligjet, këto të drejta themelore të njerëzit janë themeli. Dhe çdo gjë tjetër ndërtohet mbi to. Dhe jo ndërto çdo gjë tjetër që prek këto. Pra, për shembull, të thuash e drejta arsimit, po e marr thjesht për të kuptuar konceptin. E drejta arsimit nuk është vetëm fakti që ty të ofrohet një shkollë, dhe ti duhet të shkosh në shkollë dhe nëse prindrit e tu nuk të çojnë në shkollë ty, ato do dënohen. Kjo nuk është e drejta arsimit. E drejta arsimit është që ti u krijon nxënësve të shkollave. Ti sigurohesh që shkollat janë të përshtatshme në kushtet minimale të mënyrës se si këto nxënës do edukohen. Jo, minimumi sigurohesh, domethënë që shumë fëmijë në fshatrat si në Malëzi, po edhe në fushësi, edhe në Malësitë e Jugut, domethënë, po sikur mos të udhëtonin një orë gjysmë në këmbë për të vajtur në shkollë. A nuk do ishte mirë kjo? Sa bukur do ishte. Ti sigurohesh që ka fëmijë në atë fshat.
Të lumt goja. Sigur të sigurohemi që fshati ekziston akoma një herë, domethënë që ka shpresë, ka vazhdimsi. Domethënë është minimumi, nuk është se ti do bësh poshtë tyre të drejtave dhe këto të drejtave janë standardi optimal. Jo, kjo është dyshemeja. Kjo është dyshemeja. Dhe ne, si të zgjuar juridikisht që jemi, e kemi marrë Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit, e kemi futur në kushtetutë. Copy-paste. E kemi inkorporuar në kushtetutë, që është një gjë shumë e mirë nga njëra anë. Pse? Sepse ne, ligjërisht, kemi standardin e Bashkimit Evropian, që të drejtat themelore të njerëzit janë baza e kushtetutës tonë. Bravo! Nuk është se i lindi diku ideja se si ti përmirësojmë këto, si ti shtojmë këto të drejtë. Jo, ne dhe aty të bazike, apo e futëm kushtetutë. Jemi mirë. Ligji ndërkombëtar është i barabartë me kushtetutën në Shqipëri. Pse? Sepse është e inkorporuar tashmë. Të pjesën e inkorporimit, domethënë dhe unë nuk e dija, mirë që në vodhën dhe për të 1 milion të herë, domethënë që unë mësova jo se Konventa Europiane për Drejtat e Njerëzit ka rëndësi të rëndomt dhe përdorim të rëndomt ligjor në Shqipëri, domethënë ishte diçka. Patjetër, domethënë ti merr rëndomt njerëz në kuptimin ligjor të fjalës, se tingëllon kështu rëndomt si një gjë bazike, domethënë, por është komplet e kundërta. Ka një përdorim, domethënë, normal si çfarëdo lloj gjëje tjetër. Është mbi çdo ligj tjetër teknikisht. Pra ligji ndërkombëtar që ratifikohet në Shqipëri është mbi çdo ligj tjetër. Sepse pra ç'është kushtetuta në vetvete që ta kuptojmë pak më mirë rëndësinë e këtij dokumenti dhe së fundmi kryeministri dele thotë ne veprojmë sipas kushtetutës. Pse? Sepse ai nuk vepron sipas kushtetutës dhe ai di që ai nuk vepron sipas kushtetutës. Dhe fakti që ai thotë ne veprojmë sipas kushtetutës, pasi nxjerr një dokument me AI besën, po mundohet të jap legjitimitet veprimeve të tij. Por veprimet e tij nuk kanë legjitimitet. Dhe kur ai të dalë jo i ligjshëm, i paligjshëm, ai bashkë me gjithë klasën politike të 36 viteve të fundit, sepse janë të gjithë përgjegjës, ca më shumë e ca më pak, kur dalin para drejtësisë, do i themi që i nderuar për kortezi. Për kortezi, themi i nderuar, po. Ti nuk ke vepruar sipas kushtetutës, sepse veprimet e tua kanë prekur këto nene. Dhe nëse ti thjesht e merr dhe e lexon kushtetutën, ti kupton se sa nene preken, domethënë unë thjesht do të lexoj të drejtat, për shembull, parimet të drejtat themelore të njerëzit, parimet e përgjithshme, të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit janë të pandashme, të patjetërsueshme, të padhunueshme dhe qëndrojnë në themelin e të gjithë rendit juridik. Ndalemi tek protestat e fundit, ndërkohë që te seanca e fundit, 2 seancat e fundit parlamentare në Shqipëri, protesta që është një drejtë themelore që njerëzit kanë, pra tubimet paqësore përcaktohet dhe në kushtetutë, si ishin këto protesta? A u cënuan këto të drejta? A u ndan këto të drejta? A u tjetërsuan këto të drejta? I kemi me video, me foto, ka njerëz që kanë qenë aty, dikujt është shtyp dora, dikush tjetër është Mos unë besoj se fillon edhe nga gjëja më që duket në fakt edhe pse nuk është as pak, por që duket sikur është më e lehta që nga mënyra se si etiketohen njerëzit, sepse unë besoj që është një shkelje e të drejtave të njerëzit kur një person vetëm sepse ai ka mendrim ndryshe, qoftë kjo edhe gabim. Qofshim ne në gabim në këtë rast. E zëm se ne kemi gabim që protestojmë, është një shkelje të drejtës së njerëzit, i cili sosh të tillë njerëz si budallënj, të tillë njerëz si sora, edhe çfarëdo lloj epiteti të ndryshëm që ata e kanë provuar, duke filluar nga agjentët edhe çfarëdo lloj gjëje tjetër. Kjo është ajo që në gjermanë i thonë Menschenwürde. Kjo është cënim i drejt për drejt, domethënë që i dignitetit. Se pakta ka marrë gjithë këto vite, domethënë që të ka zhveshur komplet nga dinjiteti, të jep edhe një shuplak të fundit përsëri. Kjo është e tmerrshme. Nuk e di, domethënë, sepse në Shqipëri kjo trajtohet shumë lehtë. E kupton, nga që kemi të gjitha këto problemet e tjera që në fakt në një realitet aq të gdhëndur sa jetojmë ne, domethënë dhëmbin më shumë, është ajo që ti përmendën përpara, si buka e gojës, siguria, arsimi, mjekësia e tjerë, por
Në momentin që ty të shplahet truri, të ngulitet në tru që ti nuk je asnjë gjë, përkundra se ti je më pak se asnjë gjë, atëherë ti nuk do të kesh frymëzimin për të Kërkuar më shumë. është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Është goxha makiaveliste në kuptimin e keq të fjalës, sepse unë kam shumë gjan Machiavellin, por që kjo është e tmerrshme. Që si mund t'ja bëj me atë që ti e paralizove pak më përpara, një i zoti i shtëpisë, pjesëtarëve vetë familjes. Tillë gjë nuk e di nëse mund të ketë ndodhur në një vend tjetër krahasimisht, domethënë. Për ti aty i pellgu aty që kemi ne. Unë pash një video, më doli pa dashje të nuk dija si t'i referohem, sepse për mua kryeministri nuk është person individ, është sistem. Kryeministri është sistem. Pra kryeministri do jetë një individ, patjetër, sepse duhet të jetë individ, por nuk do jetë individ që merr vendime. Pra, kushtetuta tek përgjegjësitë e kryeministrit lë çdo përgjegjësi që nuk është marrë nga organet e tjera. Pra, nëse kryeministri ka të drejta dhe detyrime për kryerjen e veprimit të tij shtetëror, merr thjesht ato që nuk janë marrë nga parlamenti, nga gjykata, nga avokati i popullit, nga presidenti, nga organet e qeverisjes vendore. Këtë thot kushtetuta, nuk e them unë. Po kushtetuta e fuska kot pasaj, sepse kjo kushtetutë nuk di ka realitetin kushtetuta që ka mbrapa. Pikërisht. Se ky jo vetëm që ka marrë gjëra, po ja ka marrë atyre që i kishin, domethënë ja ka hequr atyre i ka marrë për vete. Ky e ka centralizuar pushtetin dhe prandaj ky nuk është i ligjshëm. Sepse dhe unë do i referohem ky, shumë mirë që ky, dhe ky doli dhe tha, kush është e keqja tha e Shqipërisë, ishte në një intervistë, The Albanian People, populli shqiptar. Pra, e keqja e Shqipërisë, që nga populli, sikur nuk më bën. Sikur nuk më bën sens. Se një mikja jote apo një mikja ime diku këtu që janë të huaj do të kishin parë këtë intervistë të na pyesnin ne, domethënë çfarë mendoni kur kryeministri juaj thotë që juve jeni problemi dhe jo ai. Janë shqiptarët ta. Dhe mua kjo ngeli mendje. Është një tjetër fakt, mirë që e tha. Unë nuk gëzova që e tha. Sepse është thjesht një provë më shumë kundër ti. Jo, tregon vërtet se çfarë është, po. Domethënë thjesht tregon se sa pak legjitimitet ai ka, se po manifeston vetë tani humbjen e se kështu është kjo. Bota thonë është me rrota. Domethënë ai ishte këtu, po bie, do shtypet nga sistemi sepse Nga i vet sistemi që ka krijuar vetë, domethënë, edhe pse është munduar gjithkohë, se kjo është ajo miti i mitras, e kupton, është kur kërkon çdo lloj gjëje ta kthesh në ar, domethënë që ta kesh vetë për vete, vjen një moment që ngurtësove atë që nuk doje. Edhe do të zëj poshtë pastaj, nuk ka mënyrë tjetër se si natyra funksionon, domethënë. Çuditsi këta personat që janë kaq të pushtetshëm, domethënë kaq të lexuar, kaq të shkolluar, domethënë bazën e të qenit njeri fillojnë e harrojnë sapo futen në pushtet. Kjo është tepër poetike, nëse ta konsideronin me këtë anë. Prandaj pushteti duhet të jetë sistem dhe jo individ. Pra, kur themi sistem, janë funksione të qarta, njerëz të cilët bëjnë punën e caktuar dhe në momentin e parë, sepse prandaj kemi arritur te kjo pjesa që jemi sot. Një ndër detyrat kryesore të një shoqërie është që të shikojë ç'a bën qeveria. Si po drejtohet shteti ku jetojmë, ku shkojnë taksat. Me ato domethënë, nëse unë jam një juriste, do shoh si janë ligjet, nëse unë jam një mësuese, do jap kontributin tim për arsimin, nëse jam një mjek, do jap kontributin tim për mjekësinë. Në momentin që ne jo vetëm që nuk japim këtë kontribut, por shohim ku të përfitojmë, sepse kështu, prandaj jemi këtu ku jemi, sepse kemi parë njerëz duke përfituar, pra kam parë njerëz duke përfituar personalisht nga pushteti, nga taksat e popullit, nga investimet të ndryshme që janë bërë në Shqipëri, nga fonde pa fond, edhe kanë thënë po vjedhin këta, pse s'po vjedhim dhe ne. Dhe është kriju një standard, hajde vjedhim kush vjedh më shumë. Është kriju një standard. E dim gjithë, e kam pa gjithë. Po hetohen. Pra nuk është se
po i themi këto se u zgjumi ditë bukur edhe themi këto po vjedhin. Jo, janë fakte. Janë të provuara. Po për te fakteve, ne kemi përcekur disa herë, domethënë deri tani që është sistemi i gabuar dhe sistemi do të ishte pak më i drejtë. Çfarë ka ndodhur në sistemin e këtyre 36 viteve, domethënë, nëse do kishte disa gjëra që ti mund t'i piketoje, që na kanë sjell deri në këtë pikë, le të themi, sepse pavarësisht se një flamingo është vërtet jashtëzakonisht shumë i bukur, ne të dy jemi të sinqertë dhe mund të themi që është thjesht ajo pika e fundit që deri gotën. Patjetër. Dhe kjo ishte tek toka. Filloi, unë them gjithmonë që Vlorë si ta koka, kur është ngrit flamuri, që është ngrit në Vlorë, i takoi Vlorës sepse dhe tani Vlora ishte ajo që pika e fundit, domethënë ishte në Vlorë. Fillimisht në Rjoll, nuk duhet përmend pa përmendur absolutisht që dhe ajo krijoi një ndezje të gjakut shqiptar, sepse njerëzit po protestonin për shumë ditësh në Rjoll, pra banorët e Rjollit po protestonin, ishte një situatë që po flitej shumë, po gjithsesi jo në këtë rang. Në momentin që ndodhi dhe në Zvërnec, sikur ishte tamam ajo pika fundi që njerëzit thanë, mjaft mo, kur do ndodhi, domethënë njerëzit po prisin do vi te shtëpia ime tash, të pres që të vinë mu te shtëpia dhe si do shkojnë nëse nuk nëse nuk i jap patjetër do shkojnë te çdo shtëpi shqiptare, kudo që njerëzit kanë toka, kudo që njerëzit jetojnë, në mos këtë vit, vitin tjetër, mas 10 vitesh, nuk do kemi më shansin ta luftojmë këtë keqe. Prandaj, pika e fundit ishte Zvërneci, ishin flamingot, sepse besoj që njerëzit thanë mjaft më. E kuptun rrezikun që sa pak mbrojtje do kemi nëse nuk grihemi tani. Dhe është toka problemi, sepse dhe për Zvërnecin dhe Sazanin është tokë e territorit të Shqipërisë. Sazani, ishulli i Sazanit, është nëse kërkon në Google shtrirja territoriale e një shteti, janë 4 pika kryesore. Pika më e lartë veriore, jugore, lindore dhe perëndimore. Në perëndim, pika më e largët e territorit të Republikës së Shqipërisë është ishulli i Sazanit. Dhe me logjikën time, unë nuk do hesht dhe të jem dakord që pika e Shqipërisë të mos jetë më Sazani sepse tani më është një ishull privat, pra teknikisht territori i Shqipërisë ti do thush është tokë shqiptare, po nuk do jetë është privat. Pra nuk mund të privatizohen. Po është privat dhe ekskluziv madje, e kupton, është territori, domethënë po flasim për territor. Dhe kjo për mua personalisht ka qenë një pikë që them, territori, si bie tash, të marrin Devollin? Po. Të marrin Vermoshin edhe Konispolin. Patjetër. Edhe Shqipëria? Siç ka ndodhur ndër vite. Njëri jep shënëmi, njëri këtë, njëri atë, një çik andej, një çik tej, domethënë, po kësaj here është Ioni që i bën këtë punë, domethënë, dhe jo domosdoshmërisht tani nuk e kemi më atë luksin që bënte të xhaxhi njëri një kohë me këtë armikun e jashtëm që s'erdhi asnjë vit, domethënë. Tani se kemi as të luks, nuk gënjejmë dot veten më, që po na e bën dikush tjetër, se po na e bëjnë këta. Po na bëjnë këta, që janë paligjshëm. Këta janë paligjshëm. Më elaboro të kjo pjesa e të qeverit paligjshëm. Një qeveri është e ligjshme, këtu tani nga shënimet e mia, sepse argumentoj unë që qeveria që është e paligjshme, sepse kur krijohet një qeveri, pra shoqërit kur janë krijuar dhe kanë filluar të nxjerrin ato kokat e para që të tregonin sepse çdo shoqëri duhet funksionojë me rregulla. Nëse nuk ka rregulla, kemi kaos. Nuk mund besojmë në një idealizëm që gjithë njerëzit janë të mirë. Me që ishe fanci Machiavellit, a i thonte që njerëzit janë të ligjë, janë egërsira dhe janë rregullat ato të cilat i vënë në vijë. Në çfarë do anë që ta shohim, na duhen rregulla. Na u dashkan ligje. Na u dashka një mënyrë se si shoqëria duhet të funksionojë. Ca veprime që duhen bërë dhe ca veprime që nuk duhen bërë. Dhe shoqëria ka krijuar një sistem për tu vetë qeverisur. Sot, idealisht. Më përpara ishin sisteme ku dion të ndryshme, diktaturë, mbretëri, ku dion fise barbare, pra
mënyra të ndryshme se si shtetet janë qeverisur. Në krijimin e parë të sistemeve demokratike, që daton shumë kohë më përpara që në Greqinë e lashtë, njerëzit mblidheshin dhe krijonin ca kuvende, pra kishin dhe në mënyrë votimi madje. Pra ato hidhin gur nëse ishin dakord me një çështje të caktuar, ose nëse nuk ishin dakord, hidhin gurin te një nga këto. Shumë e bukur, sepse rubrika e podcastit në cilën po bëjmë në këtë bisedën quhet Agora, që përkthehet në shqipshesh për fiks të njëjtën ideal. Okej. Kështu që normalisht kishte probleme të ndryshme, gratë nuk kishin të drejta, po nuk po ndalemi te pjesa që si pra njerëzit, ti quajmë gjithë njerëzit, vendosnin se si të qeverisnin. Më pas, ndërhapat e parë ligjor që kanë vënë mbretin para përgjithësisë, mbretin, pra kur njerëzit u ngritën, që nuk kishin asnjë lloj drejte, nuk kishte ligje kushtetuta njëra tjetre, ishte mbreti. Ai fliste, tjerët vepronin, mblidhen njerëzit dhe bëjnë një dokument, Magna Carta. Dhe shkruajnë aty, ti mbreti dashur, basta, mjaft, si tha jo, abastanca. Abastanca i tha mbretit, nuk bëhet kështu kjo punë. Ti do njekësh rregullat tona, ose nuk do jesh më mbret. Jo po, si ti kështu. Pam. Mbreti tha, okej, e kuptoj mbreti. Franca u dogj 5 herë, Parisi, 5 revolucione. Bën parin nuk ishte mjaftueshëm, dyti, treti, katri, pesti. Vazhdojnë ato, protestojnë prap. Pse? Për drejtat e tyre pra. Protestojnë. Dhe këto shtete e kanë legitimitetin nga populli, sepse populli ka votuar. Mirë thot ai, 800.000 vota thot. Unë jam këtu edhe 4 vite. Priti qik. Si mori ti këto vota? Se Europa thot që nuk ke pas kushtet barabarta. Ligjet që ke bë për partitë e vogla kanë 60.000 vota, kanë janë ka i deputet, sikur s'bë sens matematikor. Ç'është kjo? Gjithë jemi të barabartë para ligjit, ndërkohë që ligji është krijuar në atë mënyrë që nuk ka barazi brenda partive politike? Çan këto parti politike i herë që janë individuale. Partia ime. Si partia jote? Partit janë ideologji që bashkojnë njerëzit. Unë jam socialiste, u tha. Unë nuk kam përfaqësinë aty fare. Partia s'është karrike personale, jam unë këtu tash edhe nuk do lëvizi. Nuk bën sens. Ti me veprimet e tua, me faktin që ti je kaq diktatorial në veprime, pra unë o s'ka, tregon që nuk je i ligjshëm. Sepse në demokraci kjo nuk lejohet. Dhe ti thua që Shqipëria është demokratik. Dhe ti nuk bën veprime demokratike, unë, si juriste, them që ti nuk je i ligjshëm. Ço do thosh, nuk e kam argumentin? Jo, argumenti është lartë. Unë më thjesht po mendoj tani se nuk e di se si të bëj avokatin tani, kupton? Dhe për më tepër, kushtetuta jon ka që bukur, ligji themelor i funksionimit të shtetit shqiptar, thot sovraniteti i përket popullit. Unë kaq një gjoj. Nuk një gjoja si fjalë tjetër që jo po këtu nuk lejoti me kaluan e këtë. Sovraniteti i përket popullit. Unë jam popull. Unë me të vërtet jetoj në Berlin, dhe jam rezidente këtu, po jam popull shqiptar. Unë do kthehem në Shqipëri me sovranitetin tim. Dhe kur të votoj unë në Shqipëri, për Shqipërinë e re, se për këta nuk votoj, dhe nuk do votoj, sepse këta nuk meritojnë asgjë më shumë përveç të japin ato që kanë marrë me interesa. Dhe të mbajnë përgjegjësi. Ty të ngrënë goja mjalt, domethënë për që individuale do e kenë përgjegjësinë ata. Nuk ka më kështu. Se erdhi komunizmi, u ndryshu sistemi dhe askush nuk u fut në burg, askush nuk u mor me veprë, këto janë krime kundër njerëzimit, janë vrarë njerëz, domethënë janë bë krime makabre kundër popullit shqiptar nga vetë shqiptar dhe askush nuk u dënua, askush nuk ishte përgjegjës, vdiq ai dhe çau gjysma popullsisë, edhe prap. Mirë, atëherë edhe mos t'i qaja domethënë rrihesh në spaç, por që ideja është se ne jo vetëm që nuk u dënua njerëz, se shiko, nga njëra anë ekziston një farë lloj koncepti me të cilin unë nuk jam dakord, po ja vlem ta përmendim. Domethënë që pas disa betejave të egra, ndonjëherë është më mirë të falësh edhe ta kalosh sikur s'ka ndodhur asgjë, por ne nuk u mjaftuam me aq. Ne jo vetëm që nuk i ndeshkuam, ne i morëm, i veshëm me kollare, i bëm. I vum prap aty. Po se nuk ditëm. Nuk, si thaj, një gdhë, thaj, sa nuk, si dush, po, nuk do kemi toka, boni që doni, o thanë njerëzve.
Qa doj, zapto tokën ti këtu, ka vritu, vraju, s'ka problem, gjakmarrje, u fut kanuni, u bë një bastardim ligjor, do më thënë që njerëzit nuk merrnin vesh më qa po bëhej, se cili bënte për veten e vetë, se ti e din që kam përshtypjen imamen më mirë se sa unë këto situata të ndodhura në Shqipëri, jo po në 97-a pastaj, firmat piramidale, problemet vazhdojnë, jo po hym NATO, ne sa mirë, hym NATO, nuk askush. Ne nuk din që është NATO. Ne na futun në NATO. Janë dy gjëra të ndryshme. Patjetër. Se ti ishte për ne është zot i madh. Hajde thot ai do hym BE, po e di çfarë do thot hysh në BE. Jo, me kështu. Ku jemi ne tani, larg qoftë, mos e dhon zoti. BE-ja të vite ne. Dhe kur thym në BE, ta dim BE-ja gjithë historinë e Shqipërisë. Dhe çdo libër historik, çdo libër historik territorin e Republikës Shqipërisë është i shkruar ndryshe. Po. Do të thonë, shef shkrimtarët e huaj që shkruajnë për Shqipërinë, ti këtrune, thua, me të vërtetë të gjëna i paska Shqipëria, lexon që shkruajnë shkrimtar shqiptar, si merr vesh çanor. Ata nuk shkruajnë, ata thjesht hedhin në reshta çfarë u diktohet. Domethënë, duhet të jemi të kujdesshëm me fjalët sepse ata janë ai është bërë perando, ai është faraon te Fakulteti i Shkencave, ç'është ky Gjinushi, e kupton? Ai nuk ka zënë rrënjë atje. Dhe ky është problemi tjetër që individualizmi i njerëzve që zënë rrejnë në për karrige, që nuk e lëshojmë ne këtë karrigën, se jam unë këtu, dhe problem tjetër që e bën atë më të fortë, dhe ata më të fortë është fakti që çdo person, shumë persona në Shqipëri, që kanë detyrime karshi personave të tjerë, pra kanë një standard kanë më shumë përgjegjësi në një farë mënyre. Ligjërisht kanë më shumë përgjegjësi. Duhet të sillen në një mënyrë të caktuar për të bërë një projekt ose një, nuk e di, për të vënë një ide në zbatim. Ato janë gjithë perandor. Do të thonë ke sekretar institucionesh 12 vite, 14 vite. Nuk bën sens që ky person ndryshoj në një moment. Promovo dikush tjetër, pra të kemi një rotacion, jo. Në gjithë institucione, nëse shef futesh, bën një kërkim, i ke nga 13 vite, 15 vite, 20 vite, aty drejtor, nuk lëvizaj, drejtor thot. Dhe ideja se nuk drejtojnë asnjë gjë, ose të kishin drejtuar, të kishin shkuar me ndonjë vend, hajde këto bravo i qoftë, tamam mosike, kupton? Dhe pastaj ideja që nuk na kanë drejtuar me asnjë vend, përveç se për poshtë, nuk e di domethënë tani se unë vi vetë nga institucionet shtetërore në eksperiencën time në Shqipëri. Kam punuar te Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, institucioni më i lartë përfaqësues i popullit shqiptar, administrata më par excellence që ekziston në Shqipëri që duhet të drejtohesh kur thuan punoj në kuvend, parimisht, privilegj shumë i madh, shumë i madh. Shikon njerëz aty, domethënë që janë gjithë boba plak, janë gjithë, tamam po e them kështu me zhargonin e përditshëm, boba në kuptimin që jam unë këtu edhe ti do bësh se them unë, ti do bësh se tha ai dhe mua më duhet të them që ti do e bësh këtë lutje, do e bësh. Ka mënyra të ndryshme që njerëzit ta thonë, disa janë më të buzëqeshur, disa janë më emocional, se prap njerëz jemi, në fund ditës, domethënë, komunikimi është shumë interesant kur e shikon, dhe shikon njerëz që thonë ti do bësh se e them unë, ose nëse nuk e bën, nuk e di çfarë do ndodhi. Në fakt, nuk e kam provuar ndonjëherë na mjaft do e bëj këtë. Po çfarë do ndodhi tashim? Personalisht, por gjithsesi domethënë idenë e njerëzve janë të gjithë janë jam unë edhe s'ka tjetër. Pastaj del një më i lartë se ti dhe thu, okay, mirë se e tha ky se është i çik më lart se unë, dhe pastaj ai që është mbi të gjithë. Sepse ajo sistemi piramidës është ndërtuar në të lloj mënyre, domethënë që çdo pjesë e Legos është zvendësueshme, dhe nëse ti nuk e bën, do vi dikush tjetër ta bëj. Dhe dalim te piramida që kishte, unë nuk, mbase këtë pjesën, po thjesht me që ma kujtove, po shikoja kuvendi që u mblodh. Se duhet edhe ti etiketojmë momente që nuk janë aq përfaqësuese të protestës. Domethënë ti bëjmë gjithë të themi s'është përfaqësues i protestës ky, sepse kur boni atë pjesën e piramidës së shoqërisë, që unë besoj që shoqëria nuk ka pse të jetë piramidë në radhë parë, bëj piramidën e shoqërisë edhe tha populli, tha këtu ku jemi, domethënë, në fund, edhe këtu lart ta do jetë ai që i drejton, tha, po do jetë sepse këto mekanizmat këtu tha funksionojnë. Edhe unë isha seriozisht ka ti del domethënë për të luftuar një sistem,
Dhe ti thua që prap piramidë do e kemi, prap një person do kemi. Lart. Sikur nuk është asgjë e re nga kjo që po luftojmë. Prandaj këto persona duhet të kuptojmë herë se ne nuk kemi piramidë, ne jemi territor, ne jemi njerëz, nuk kemi pse e fusim veten në figura gjeometrike, a do me kompleksu situatën dhe ta themi që shoqëria do jetë një spirale që sillet si që është dhe universi dhe atomet, pse duhet dalim në piramidë? Le të jemi siç është kriju universi vlla. Bashk, të gjithë. Intereson ajo atë. Spirale, kështu do jetë shpirare. Ne nuk na intereson çfarë intereson aty na. Ne na intereson çfarë na bën ne më të lumtur në atë tokë. Shikon, neve na bëjnë shumë gjëra të lumtur në ato tokë, dona, por problemi është mendoj unë pak më therrës, domethënë sepse për te dëshirës tonë duhet me që ti e përmend të vëmë ca pika mbi. Siç e kemi diskutuar, pothuajse në çdo lloj protestat kudo në të gjithë botën, në materiale, në për Instagram, kërkime, postime, vërja emrin si duash ti. Ne duam ato që është më e mira për ne duam që Shqipëria të jetë e jona, ne duam që të jetojmë në atë vend me dinjitet dhe me mundësi të barabarta, ne duam të ndihemi shqiptare të flasim shqip, ne duam të mos zvidhemi, dhe ne nuk bëjmë asnjë gjë. Nuk kemi bë deri para një muaj gjysmë, 2 muaj. Ne kemi bë shumë. 2 muaj edhe 5 ditë. Jo, kemi bë. Kemi bë, po kemi qenë pak jo kaq dukshëm duke bë. Sepse tani është luftë, domethënë luftë. Luftë është, kjo është luftë e penës. Nuk është se do dalim ne të luftojmë ndryshe, po siç kemi luftuar deri tani. Duke respektuar çdo standard paqe. Po patjetër mos e s'mund të vitin me vëllezërit tënd, se çka kuptimi ka, jetojnë në 2026. Sepse sa kohë ke ti që flet për një sistem më të mirë në Shqipëri? 5 vite kusur. Shumë bukur. Pra, shohim që ti pas ke bë diçka. E kuptoj që individualisht domethënë si individ ka shumë të tjerë mandje që kanë bë absolutisht, e mbase si shoqëri nuk kemi bë, që dalim kaq hapur dhe themi shiko se ne duam një qeveri më të mirë për vendin tonë. Dhe ky është momenti. Tani çdo njeri që e ka dëshirën, e ka të fisnikërinë e mirë për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë, me ato pika që i theti, do bashkohet me njëri tjetrin. Që mos jemi më vetëm, t'jemi si ato thuprat e Skënderbeut, që t'jemi të bashkuar kundër një të keqe. Pra nuk kemi shumë të këqija, kemi një që ka bërë shumë të këqija. Po ama dim t'i vëmë emër, duhet identifikohen këta persona. Pra le të bëjmë një listë, ta bëjmë të hapur këtë pjesën, të bëjmë një listë të gjithë kryeministrave që kemi pas nga 90-ta deri më sot. Le të bëjmë një listë të gjithë personave që janë gjallë, që kanë qenë në role drejtuese gjatë periudhës së komunizmit. Plaga e komunizmit është e hapur, duhet mbyll ajo plagë herë për gjithmonë. Le të bëjmë një listë të deputetëve, kush na ka përfaqësuar ne. Nga 91 deri më sot, janë emra konkret. Nuk është se ka një shkencë madhe për me bë. Pra pak ka shumë një vetting politik domethënë. Patjetër. Nëse ke bërë 1-2-3 gjëra, nëse ti vjen kalon të procesi, atje nga vettingu i gjyqtarëve, sepse gjyqtarët edhe pse kjo ishte kontrata që ato bën me njëri tjetrin. Në 2016-ën, gjyqtarët kalun vettingun, kishte 10 miliona euro që nuk i deklaroi dot. Po. S'ka gjë, thjesht nuk je gjyqtar, vazhdo jetën. Live your life. Sepse po të ishin konfisku këto, çdo vendim që ky gjyqtari ka dhënë, hajde merr ti edhe i herë me vendime që ka dhënë ky gjyqtar, hajde futi edhe i herë tjetër proces edhe për ta thjeshtësuar këtë gjë, ja bën. Okej, s'ka problem. Legët nuk s'ka. Thjesht nuk do të bëj gjyqtar. Edhe i kështu i hoqën 2-3 të gjykatave, domethënë me atë ligjin e gjyqësisë re, domethënë. Kishim gjykatë kushtetuese. Domethënë, aty ra shteti, sepse ti ke 3 pushtete. Pushteti ligjvënës, që është kuvendi i Republikës së Shqipërisë, pushteti gjyqësor, që janë gjykatat, edhe gjykata kushtetuese, pashka se ne kemi 3 shkallë gjyqësore dhe gjykata kushtetuese janë të ndara nga njëra tjetra, dhe kemi pushtetin ekzekutiv që është qeveria. Ndërkohë në këtë moment, pushteti gjyqësor nuk ka fuqi. Pra spaku si pjesë
si një nga organet kryesore të pushtetit gjyqësor, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e krijuar në vitin 2016 për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin në instanca të larta, të zyrtarëve të lartë, i kërkon pushtetit legjislativ, të lutem e thot, i nderuar pushtet legjislativ, unë kam konstatuar dhe kam 6.000 faqe, prova dhe biseda për zëvendës kryeministren aktuale, që është edhe ministre infrastrukture, që ka bërë Çka ka futur duart me në një vend, që ka ndej, që ta spagus, unë të shi, atë po bëj, ka pot, 6.000 faqe prova, më duhet më arrestu mu, thot, spagu, më duhet të arrestoj, thot, këtë personin, sepse është akoma ka shumë pushtetet dhe po mundohet të fshe provat e njëri tjetër, më duhet të arrestoj sa më shpejt. Kuvendi mblidhet dhe thot, si më sjell mu 6.000 faqe, unë jam deputet, unë s'di të lexoj. Me pak fjalë, se kështu thanë ato, lexoke mu 6.000 faqe? Deputetëve tjerë nuk e u dha dosjen fare. Ankohen deputetet në kuvend dhe thonë nuk marrin dosjen, nuk na japin dosjen. E ZV ish kryeministres. Nuk na japin dosjen. Këtë besojmë ne. Dosjen nuk e marrim dot në populli që ta Ti je juristja në këtë tavolinë. Nuk është çike të mëshme, domethënë që një prokuror ti shkoj kuvendit, hajdutit, dhe i thoj unë kam prova që ti ke vjedhur, do më japësh lejen të të hetoj? Po se e bon atë pra, sepse kur erdhi në fillim Partia Socialiste, hoqën imunitetin e gjithë deputetave, sepse deputetet kishin imunitet, gjasme që kuvendi, që mos ketë kështu disbalans pushtetesh, ti kërkon kuvendit dhe kuvendi vendos dhe e hoqën këtë. Në një pikë këtë sollën prap, nuk jam shumë e sigurt se kur u vendos prap imuniteti, po më duket e kam vetëm për ministra dhe jo për deputetet. Nuk jam e sigurt, nuk do të jap informacione gabum, duhet ta kërkoj këtë. Por e sollën prap imunitetin sepse e shohim tani që nuk lejon kuvendi. Dhe për më tepër kryeministri dhe thot, ky është disbalans pushtetesh. Kush do të kontrollojë ty o shok me pak fjalë? A nuk supozohet ju kontrolloni njëri tjetrin? Ti kontrollon, pra kuvendi kontrollon organet e pa. Ai thotë kontrollojnë vet, ai me të tjerë është në rregull. Nuk kontrollosh dot vet, se pastaj e mbret të dalim atje që na duhet manja karta edhe i herë. Ai e mbret sjelljen ashtu e ka, po a jemi në demokraci tham. Tham jemi në demokraci nga 91-shi. Tani na del që pas ka vetëm një. Na është bërë goja çorap me këto tre ligjet e famshme, domethënë në cilin shtet demokratik mund të miratojnë ligjet e tilla tani. Mund të më argëtosh mendimin dhe të më shpjegosh ti se sa demokratike janë të treja ato ligje. Ligjet për paketën e maleve, për investimet strategjike dhe për zonat e mbrojtura janë ligje vrasëse për territorin e Republikës së Shqipërisë. Sepse duke gjykuar nga shtrirja territoriale dhe sipërfaqe që shteti i Shqipërisë ka. Unë mund të jem aq i pasur, se ka njerëz kaq pasur bota, du me ble krejt shtetin, thotë pra. Pra ne do e lejojmë këtë gjë? Ne do lejojmë që njerëzit tjerë të blejnë toka pafund në Shqipëri? Ne do lejojmë që njerëzit të vinë ta marrin tokën tonë me 1 euro? Pse? Se këto toka janë të pabanuara? Pse? Sepse ti je siguruar që njerëzit të mos kenë kushtet minimale që të banojnë aty. Pra pse filloj me malet ai? Malet janë zonat e para që janë shpopulluar në Shqipëri. Jo, më ishte filloi vetëm me malet, sepse ligji për investime strategjike thotë edhe ajo që nuk është mal, edhe në mes të fushës, nëse ti nuk je bie dakord ta japësh dhe në fushë, por fillimisht domethënë ishte për citova malet për paketën e maleve, se tash paketa e maleve ka kapë edhe fushat. Domethënë ai u kërkonte kryetarëve të bashkive, pse s'e ke boti ata. Atë kërkova unë ty me bo. Po si ta bëj atë ndërkohë që ka njerëzit proces gjyqësor? Ndërkohë që njerëzit nuk janë dëshpërblyt, ndërkohë që njerëzit nuk kanë certifikata pronësie. Se dalim prapë te problemi tokat, 91-shi dhe vitet me radhë që ti nuk i ke pajis gjithë popullsinë me certifikata pronësie. Ti e ke lënë vetë popullsinë, sepse nuk kushton asnjë gjë, sikur 10 ditë me gjithë ato topograf që kishe, me gjithë ato kushte dhe investime që janë bë, me gjithë këtë teknologji që kemi Google Maps dhe inkorporimin e AI-t me hartat ekzistuese ose hartat më përpara, se unë nuk jam IT. Po dhe pse nuk jam IT, e kam bërë studimin që është e mundur të bëhet kjo, që ti
sigurohesh që njerëzit i kanë certifikatat e pronësisë, minimumi. Ai thotë do hymë në Europë, gjysma e fshatarëve do kenë certifikata pronësie. Gjysma bire këtu, shumica. Po njerë ka njerëz që në qytete që nuk kanë certifikata pronësie, ka njerëz që jetojnë në shtëpi në Tiranë nuk ka certifikat pronësie ose leje ndërtimi në pallat. Ka njerëz që kanë ndërtuar shtëpia dy në tokën që i është ndarë në sipas ligjit. Qoftë ky i gabuar i asaj kohe, sipas ligjit i është përndarë, kanë nga 25-30 vite që jetojnë aty, edhe sot kësaj dite nuk kanë certifikat pronësie. Po. Edhe kur vjen për të thonë, okay, do të jap certifikatën e pronësisë të shtëpisë, po jo të territorit të shtëpisë. Shtëpia është në ajër. Të vjen ai filani tjetër pasaj me ato dokumentet e falsifikuara siç dorin në pishporo. Thot nga Osmanët, unë e di që kjo më takon mua, tash unë ta ngrem çik të shtëpinë tënde, ta çoj në një vend tjetër, se unë këtu do bëj një gjë tip të vogël. Kjo është e qëllimshme, kjo nuk është diletantizëm. Është absolutisht e qëllimshme. Që t'i lënë njerëzit në këtë pikë dhe pastaj çano me popullin. Janë ca familje, se kjo ka ndodhur her pas herë, domethënë thethi vjet nuk ishte fillimi i kësaj gjëje. Ka ndodhur në Tiranë kur janë bërë rrugët, se kemi thënë ne se mirën t'jo bë se janë t'u bërë rrugë, se janë t'u. Ndërkohë, ku jetojnë ato banor? Po di njëri ku jetojnë. Unë se di për vete ku jetojnë ato. Gjithë ato shtëpia që janë shem. Pa letra, po ja tillë ka qenë sistemi. Pra ti le këto njerëzit bëjnë çfarë duan, nuk sigurohesh që këto njerëzit të marrin të drejtat që ju takojnë, i dhunon. Në momentin e parë, ti dhunon këto të drejta. Do bëj rrugën, thot ai aty. Që nuk ka asnjë gjë të keqe, nëse do të marrin në teori, kupton se ai rrugën do e bëj e do e shpronësoj, po duhet të ketë të dëmshpërblehen pra e drejta pronësisë në momentin që preket të ketë një dëmshpërblim dinjitoz për këto njerëz, sepse po flasim për drejta pronësisë është një drejtë themelore. Pra ti nuk mund të thuash që ti nuk ke drejtë pronësie ndërkohë që ke jetuar 35 vite aty dhe Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë parashikon parashkrimin fitues ku me mirëbesim ti e fiton për pronat e paluajtshme 10 vite kur je me mirëbesim dhe për 20 vite kur ke keqbesim. Keqbesimi është që ti e di dhe e bë këtë me qëllim, domethënë rritet kjo toka. Është e vështirë për të provuar, po ndërkohë ke 35 vite që këto njerëz jetojnë aty, punojnë aty, kanë rrit kalamajt aty, kujdesen për ambientin aty. Bëjnë atë, kanë kriju bizneset vogla, kanë kriju, domethënë kanë jetën e vet nga toka. Nuk i kërkojnë që shtetit, nuk i marrin shtetit, nuk i kërkojnë shtetit, jo po na bëj rrugë ti na bje, pse nuk ke këtë, pse s'ke atë që duhet ta bëjmë, po prap janë njaftu me faktin që kanë atë tokën e vet aty. Dhe ti po ja u merr. Edhe në raste më të keq, duhet të bëjmë edhe një çik paralelizmin, edhe në raste më të keqme, edhe këta, edhe nëse kriminal të ishin, domethënë edhe nëse do të kishin vjedhur, duhet të kuptojmë diçka, siç e kanë këta fajin që në rast teori kanë ndërtuar një gjë aty ku nuk duhet ndërtoj apo ka rrugën e shtetit e tjerë e tjerë. Në ato kohë ka pasur edhe një shtet që duhet të kontrollonte këtë pjesë. Në ato kohë ti je korruptuar, ke marr rishfetin. Ti ke lejuar të ndodhte kjo gjë. Tani unë nuk po them të jap dëshpërimin me çmim tregu. Po edhe me çmim referencë nuk ja jep dot. Se i vrave. Referencat janë çmime. Edhe unë nuk e di ku ti referohen ta. Skandaloze. Po kjo mbase është një temë për herë tjetër, domethënë, por që ka shumë gjëra. Domethënë që unë nuk e di se si kemi qenë kaq në gjumë, sepse ai ligji 55-2015 është aq i tmerrshëm. Është aq i tmerrshëm, është një stil mafioz i Cosa Nostrës, sa New Yorkut atëre vit. Do ta studioj më shumë. Do të parafrazoj unë për shefin tim tani. Ky ligj thotë, unë të vinë tonë tënë dhe i kanë vënë zyrin 100 hektarëve aty. 30 i këti, 70 janë tokë publike. Unë nga që jam kaq i zgjuar, domethënë sepse jam një vizitor strategjik, e kupton, patjetër. Kam ide fantastike që ti nuk i ke, se ju jeni plebenj, ju nuk dini se çfarë të bëni me tokën tuaj. Shteti mua më vën në dispozicion 70 hektarët. Më thotë që po. Më them po shikoj se mua më duhen të 100 ato për të bërë këtë projektin tim. E rezolvoj shteti normal, domethënë, ose do vazhdonim negociatat së bashku, gjithkohës, sepse ti nuk bie dakord me ashesë, toka jote, valla, s'do. S'do valla tash. Ose nuk e dua se që ndërtohen rreth rrotull ose ajo rruga që devijon? Pikërisht. Edhe në këtë moment zgjodhoi shteti normal, për shembull do kishin vazhduar negociatat deri në momentin që unë dëgjoj do ta kisha kripur kokën me lek ose do thoshte jo, okay, projekti dështon, do gjejmë vend tjetër. Shteti normal. Vim në Shqipëri tani. Shteti thotë, okay, i dashur investitor, me qenë se këta qembirqend nuk ta japin tokën ty, ky popull i egër barbar, ti që s'ma jap tokën mua,
I them nga gjishteti, kjo teta nuk ma jep tokën mua. Edhe shefi thotë, "Di çka ke ti? Zoti ja hapësh tokën me të mirë ti?" Patjetër. Ta shpronsoj unë me shumë reference edhe ja vën dispozicion atij. Fjalë për fjalë. Kështu që çfarë fuqie i jep investitorit kjo? Çmimi referencesh është 100 euro për metër katror. Investitori strategjik do të thotë e dua tokën me 101 euro për metër katror. Toka në fakt vlerën e treg e ka 300. Por në këtë moment ai po të bën si tek filmi Padrino, Gat Kumbari, një ofertë që ti nuk mund ta refuzosh dot. Sepse në momentin e parë që ti e refuzon 101 eurosh, do ta je shumë i sigurt që do të vish te do ta marrë hapi me 100. Ligj më mafioz se kjo nuk ka. Ky është për investorët strategjik. Po. Është miratuar në maj të 15-s me 78 vota pro, asnjë vot kundër, asnjë vot abstenim. Një klasë e gjithë 140 e ca deputet sa kanë qenë, se ka mira ishte. Pra shteti ka rënë 2015. Patjetër. 0 vota kundër, pra nuk ka pasur asnjë deputet i gjithë kuvendi i Shqipërisë që të thoshte ky ligj nuk është i duhur. E di çfarë mund të ketë pasur nëse do ta kontrollojmë. Mund të kenë qenë këta që bëjnë bojkote. A thua ti se ne i kemi zgjedhur dhe i paguajmë këta që të mos shkojnë në kuvend? E jo që në fakt të shkojnë atje edhe të kuvendi pastaj, se ato bojkotuan, po u zëvendësuan nga listat e tjera dhe ishte ky. Unë them si mund të ketë ndodhur. Po fakti është që është miratuar me 78, nëse nuk gaboj, e kemi në Instagram në video të përmbledhur këtë. Asnjë kundër, asnjë abstenim. Është miratuar nga qeveria PSLCI. Domethënë, prandaj të gjithë brezi ynë sot e kësaj dite, vërtet që të gjithë, jo vetëm Rama Burg, Berisha Burg, se siç e thetim përpara, dy emra janë që përfaqësojnë një sistem të gjithë. Ai është një sistem i gjithë i kalbur që duhet të zhduket një orë më përpara një, domethënë edhe unë shkoj dhe ai shumë të bëhem pak deluzional, të mendoj që duhet të ikë dhe më të mirë ndonjëherë. Kupton se është po hapet plaga shumë. Domethënë kjo pika e fundit që e derdhi gotën, domethënë nuk e di sikur u thye fare ajo gota dhe gjithë ato pikat e tjera dolën sheshi tash. Tani ka filluar zhvillimi skandali, përveç asaj se ata vazhdojnë i bien, se populli thotë lan atë me atë. Por që ideja që ndron se është mjaftueshëm. Mjaftueshëm. Abastanca, tha ajo. Ora sa do na vidhni më. Sa do na vrisni. Sa do na largoni, sa fshatra do zhduken mos kena asnjë lloj banorësh. Pashi postim dje. Tmerr. Në një fshat këtej nga Korça, shtëpia e fundit që ishte brakticur para ca kohësh, vajtën për ta parë se ishte shtëpia kishte një koshere bletësh brenda. Po. Tmerr. Ta them unë aty ku jam rritur, është vil ka pas kull ato. 50 veta. 2 pleq. Edhe ato i kanë ikë në Itali tash se nuk janë. Normalisht pleqët i vetëm, gjithë lagja. Është bosh. Janë ato vila që i kanë bë emigrantët, se normalisht gjithë e duan atë shtëpinë se kanë menun që do kthehen. Tjetër, po bosh. Bosh. Shtëpi të babanume, thot ai, vazhdon dhe i bie dhe vazhdon në budallikun e tij. Shtëpi të babanume që janë djerë atje, thot, në për fshatra, në për pyje, do merren nga qeveria, të rikonstruktohen e të jepen njerëzve të tjerë. Për shumë mund si do jepen të njëjtëve që të marrin nga 2 hektarë për frymë. Të jepen do banohen nga të tjerë. Çfarë kemi bërë kaq të keqe që nuk na duan, më nuk e di. Sepse lufta është nga çdo krah, e kupton? Unë them që ne shqiptarë, po tani do kalojmë pak në absurditet analize. Domethënë kjo që do bëj unë është pak patjetër ne jemi në buçi filozofike, domethënë edhe unë kam nga studimet që kam bërë dhe duke parë që Shqipëria, gjenezat historike datonin shumë te Shqipëria, fakti që këto fakte nuk thuheshin në zë të lartë, domethënë sepse studimin që kam bërë unë ishte mbi gjuhën shqipe. Këtu filloi dashuria ime për historinë e Shqipërisë. Në një kurs këtu në Gjermani, më pyet ai profesori, tha sa vite është gjuha shqipe? Thash unë s'di, janë 2000 vite, po i herë bëj kërkim thamu dhe domethënë bëj një prezantim këtu te klasa që për gjuhën, duke qenë se vjen nga Shqipëria. Futëm unë bëj kërkimin dhe bi në një kështu vrim lepuri,
nuk ndaloj kërkimi, vazhdova kërkime, tu lexu shkrime nga filozofë të ndryshëm, kam bërë dhe një kështu PDF për me pas informacion, dhe lexoj, që gjuha shqipe ishte 8500 vite. Gjuha greke ishte 8000 vite. Pra 500 vite, gjuha shqipe ishte më e vjetër. Jo gjuha shqipe e thënë në gjuhën shqipe, por gjuha iliriane, dhe ne ishim të vetmit, i vetmi popull që e kishim trashëguar këtë gjuhë. Madje gjuha shqipe, këtu pastaj futen shumë linguistik, quhen këta? Linguist, shqiptar të cilët bëjnë studime dhe me që jemi në dietën frym, gjuhëtar. Patjetër. Shumë gjuhëtar shqiptar kanë bërë kërkime të mrekullueshme për gjuhën shqipe dhe mundësisht kur shef video nëpër rrjetet sociale, ka shumë njerëz që i komentojnë negativisht këta njerëz tek argumentimi që ato japin gjuhës shqipe. Por nëse shikojmë se si gjuhët janë krijuar, pra nga gjuha e shenjave dhe simboleve, kanë dalë fjalët. Dhe fjala ka përcaktuar një funksion. Dhe nëse marrim gjuhën shqipe, gjuha shqipe është ndër të pakta gjuhë që shumicën e fjalëve i ka në bazë të funksionit që ato kanë. Pra, ai e shpjegon më bukur se sa unë që thot këmb, rri në këmb, këmba, pra bën shumë paralelizma të fjalëve që tregojnë dhe funksionin. Dhe fakti që gjuha shqipe është 8500 vite e vjetër është fakt. Nuk është thashë them, nuk është iluzion, është fakt, e thonë tjerë. Dhe për të kaluar më pas te historia e ilirëve dhe sa barbarisht është fshirë shumë nga historia e ilirëve, është vjedhur shumë nga historia e ilirëve, pse mitologjia greke nuk bën etimologjin, etimologjia është prejardhja nga vijnë fjalët, etimologjinë e emrave të mitologjisë greke, pra Herkul, Zeus, Afërditës, pra janë shumë fjalë, Odise, që janë fjalë shqipe, por fjalori grek nuk e bën fare etimologjinë e emrit. Nuk e bën fare, bën gjitha shumë fjalë të tjera që i referon dhe në fjalorin e gjuhës shqipe, pra si fjalë shqipe, ndërkohë që shqipja i referon si fjalë italiane, Italia i referon si fjalë greke, Greqia i referon si fjalë shqipe. Ne copy-paste, nuk na intereson historia jon, jep kaq lek, ai e dakord, jam dakord, shite historinë, e kemi bë historinë më. S'është më histori, ajo jona është revist. Tani jemi kështu, jo, po këto janë vërteta se janë njerëzit që duan të bëjnë sikur ne shqiptarët, ne jemi popull i vjetër. Ne kemi në gjak. Po ne s'kemi pse të bëjmë. Që e kemi këtë luftë kaq të madhe kundër nesh, tregon që ne pas kemi të drejtë. Pra ne kemi diçka që dikush tjetër nuk e dashka nga populli shqiptar. Dikush dashka ti largoj këto njerëz nga ky territori. Ti të kurr sa më shumë, ti ndaj në shtete të ndryshme, ti ndaj nga njëri tjetri, mjaftueshëm ndajemi vetë se nuk bim një mëne. Ti largoj, pastaj edhe ata që janë aty. Këtyre kështu që të ndahen vetë të vazhdojnë, ca po i blejmë se ca dhe ushit kanë, këto që ushit kanë po i lëmë pushtet, edhe vazhdon historia. Shqiptarët të zhduken. Sepse, sipas atyre, nuk të zhduken sepse ne jemi këtu, duke luftuar me këtë mënyrë që ato nuk e presin, dhe doja dalim sepse kemi besimin të mos ndalemi. Ai, Primo, PM-ja është shkurt për Prime Minister, s'meriton emër tjetër ai, PM-ja, ka thënë që personi i parë AI do ketë pasaport shqiptare. E ka thënë ai, nuk po e them unë. Kur dilte e fliste për inteligjencën artificiale, ai do t'i japi zotësi juridike një roboti. Ky është golli i tij. 2 qëllime ka ai në jetë. Të shkruhet emri Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe të dali hero. Futi Shqipërinë në Bashkimin Evropian, Edi Rama, dhe e myll ai. Çano më pas me shqiptarët e se ku i laje, që do vujnë këto, duket që s'intereso, nuk intereso fare. Dhe do, me ato që ai ka thënë, që roboti i parë ketë pasaport shqiptare. Si e kupton ti këtë për popullin shqiptar? Që është i tepërt. Populli shqiptar është i tepërt aty. Jo, për popullin shqiptar duke qenë se jo, për popullin po, por që për atë populli shqiptar është i tepërt aty. Unë logjikën time çoj pak më kështu, duke qenë se njerëzimi po shkon drejt modernizimit dhe shumë nga njerëzit do jenë robotët e parë do jenë shqiptar.
Kështu i bie. Ne kemi qenë parët në Ballkan, parët në Europë, parët robot edhe hajde, do jemi shqiptare, do jemi robot. Kjo është shumë qesharake, po është, domethënë imagjinoje pak botën 500 vite, edhe robotet e parë shqiptarë, krenari për vendin tonë, që kemi robot. Çfarë të meri? Kemi robot. Por, kjo është ajo që mendon ai që do ndodhi. Tani çfarë do ndodhi në vërtet? Shprehja quote im personal, kjo është për ty, është I truly believe and I'm rarely wrong. Çfarë do ndodhi në vërtet është që populli shqiptar do krijojë qeverinë e parë në botë, sepse ne po e shohim si funksionojnë dhe qeveritë e botës. Dhe kjo është e mira jonë. Kjo është ajo bukuria dhe Jemi para rendës. Jemi para rendës për të krijuar një qeveri më të mirë, sepse ne po shohim që taksat e shumë qeverive demokratike po keq shpërdoren për armë, për luftë, për shtypjet e popujve, për forcimin e një klase dhe një race njerëzore, duhet përmendur kjo, dhe ne shqiptarët jemi shumë të dashur. Fakti që ne kemi arritur dhe kemi lënë qeverinë tonë në këtë pikë, fakti që ne jemi jashtë shtetit dhe kemi parë se si funksionojnë qeveritë dhe ku po shkon demokracia botërore, që po shkon drejt një ekstremizmi ekstrem kundër lirive dhe të drejtave themelore të njerëzit, na bën ne që të jemi më të ndërgjegjshëm, që jemi të gjithë të barabartë, çdo njeri është i barabartë. Pra nuk ka unë më mirë ti më keq, jemi të barabartë dhe të krijojmë këtë qeverinë që nuk është pa akoma deri më sot. Pra nuk është se do marrim një shembull ne, nga një qeveri tjetër. Si imagjinoj unë këtë qeveri? Është që Shqipëria për shembull ngushtë, plazhet, pse mos jemi gjithë në plazh? Pra kemi punuar gjithë vitin për njëri tjetrin, për Shqipërinë, për shoqërinë, të jemi gjithë atje, pse? Sepse kemi plazhin, kemi detin, kemi malin, kemi lumin, kemi historinë, kemi muzikë, kemi art, kemi kulturë. Të gjitha. Kemi çdo lloj gjëje të mundshme. Në një territor kaq të vogël që ti në mëngjes je në Saran, mas dite je në Shkodër. Ti vëmë trave këtyne. Ta zvoglojmë Shqipërinë më shumë, ta bëjmë më të pamundur për njerëzit që jetojnë aty të lëvizin. Jo, gjithë do lëvizin. Do jemi gjithë bashkë, krah për krah me njëri tjetrin. Duke ndihmu fillimisht njerëzit që kanë nevojë më shumë. Gjithmonë misioni i podcastit tonë ka qenë përveç se të diskutojmë, të shprehim mendimet tona, sa do të sakta apo të gabuara ato që të jenë. Unë kam pasur gjithmonë dëshirën, por edhe vullnetin që sidomos, domethënë kur mbas një farë kohe, mbas një kohë zgjatë të bisedës, për të referuar tek një ide zgjidhje. Që se funksionon do të provuar si çfarë lloj gjëje tjetër, si shalqi. Po se provove nuk e di se çka ka brenda, domethënë se edhe kur i bie kështu nga sipër nuk është se del gjithkohës, domethënë. Kështu që le të mendojmë pak me zë të lartë, domethënë se si mund ta zgjidhim këtë nyje kaq të koklavitur. Personat që janë në punë, që të arrijnë të zgjidhja, duhet fokusohemi te gjërat që nuk duhet të preken gjatë këtij procesi tranzitor zgjidhjeje. Pra, pensionet, edukimi, arsimi, rrogat e policëve, rrogat e personave të cilët janë në administratë publike që kanë rol të drejt për drejt me mirëfunksionimin e qeverisë. Është, ku diun, po marr shembull Ministria e Shëndetësisë. Po dhe ato, jo. Ti marrësh ata me radhë. Unë them që këto domethënë që janë poste vulnerabël, mjekësia, mjekët, jo ministria, Spitali si institucion, po. Spitali si institucion, pra mjekët, mësuesit, pensionistët të vazhdojnë paguhen. Ky është një gërç financiar që është ndër të parat argumenta që persona që nuk duan që kjo gjëja të ndodhë, thonë se bllokon financat. Jo, aty vazhdojnë, domethënë taksat paguhen, njerëzit vazhdojnë paguhen. Bështet apo s'ke bështet? Deputetët nuk kanë pse të paguhen. Pra deputetët, duke qenë se janë paligjshëm, keni afat 30 ditor, 15 ditë, të mos dalin nga territoria e Republikës së Shqipërisë, asnjë nga këto persona. Pra, të vendoset kusht që këto persona të mos dalin nga territoria e Republikës së Shqipërisë. Mos nollin ai arratisje, ai gjok, kështu që t'i vujnë ne pasojat pastaj. Ato të mbajnë përgjegjësi individuale, se do çohen shumë biznese dhe shumë persona të prekur dhe do thonë jo, po shteti shqiptar na ka borxh. Jo, shteti shqiptar nuk kemi pas shtet shqiptar nga 2015-a, kot po ja fusun, ose nga 2025-a. Nuk shprej 2 muaj, çfarë rëndësie ka? Nuk do merrni asnjë lloj përfitimi sepse këto individ kanë vepruar si individ dhe jo si përfaqësues të popullit, sepse veprimet e tyre tregojnë që këto kanë vepruar si individ. Nëse unë mush xhepat e mi, unë nuk jam më përfaqësues i popullit.
Unë po vjet për vete. Prandaj këto persona nuk duhet të kryejnë asnjë veprim tjetër juridik, të merret gjykata e posaçme, të krijohet gjykatë e re, të krijohet institucion i ri, që të merret vetëm me hetimin e këtyre. Të ketë persona juridik që të kenë një vendim të drejtë edhe të respektohen të drejtat, pa çka se ato nuk e respektojnë, t'ja u respektojmë të drejtat, mos bëjmë gjyqe publike, të merrim, t'i japim secilit ato që i takon. Normal, do të japim shembull. Do vuj dënimet që i takojnë në bazë të ligjit, në bazë të kushtetutës, ama jo si përfaqësues të shtetit, por si individ. Pse e them si individ? Sepse ndodh dhe rreziku është që shumë persona të tjerë, të cilët i kanë dhe mundësitë financiare, mund t'i çojnë këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe ato vendosin që shteti shqiptar ju ka borxh këtyne. Hajde ti paguaj borxhet e me taksa, pak borxhe kemi për të paguaj. Nëse ato janë si individ, do majnë përgjegjësi si individ. Ti ke 10 lekët, pse ti paguaj unë lekët që ke vjet ti? Kjo është një hap për zgjedhjen. Hapi i dytë, pse them që institucionet financiare nuk duhet të stopojnë, sepse pensionet janë shumë të rëndësishme, ndihmat sociale janë super të rëndësishme. Momentin që ti nuk pagun deputetët, bum, sa e kanë rrogën ato, se ato marrin nga 3.000 euro, 10.000 euro, 120 llogari, domethënë, me këto deputet hiq edhe ministrat dhe çdo person që është në ministri, nuk vdish shteti se nuk punoj ministria, se gja e kemi që nuk janë të punu, kështu që të lëm vetëm këto mekanizmat që na ndihmojnë shoqërinë, ti marrim këto lekët tyne që po shkojnë kot e kot, udhëtime njëri tjetri, po do futen në sitë edhe personat të cilët kanë përfituar nga investime strategjike. Si e ke marrë tokën ti me 1 euro? Është ligji pa lishëm. Do e blesh këtë tokën, ose do ikësh, ose do e blesh. Ndaj kërkohet edhe anonimizim për te mundësive. Shiko, mua nuk më intereson nëse e ka mundësi apo jo. Marrim një rast të tillë si Green Coast, domethënë para fare edhe nëse ai nuk i ka lekët për të bërë atë gjë, s'ka problem zotë të dashur, të shpronsohesh direkt. E menaxhoj unë. Do shpronsohesh. Duhet me të vërtetë, domethënë që çdo është ajo që ti përmendë që parë me këtë vettingun, paralelizmin që bën me vettingun e gjyqtarëve, domethënë nuk duhet të bëhet një gabim, por duhet të bëhet në këtë lloj mënyre, domethënë që të gjitha këto vendime që janë marrë duhet të vijnë në dyshim dhe duhet të kontrollohen të gjitha vendimet, kush i ka marrë të gjitha këto stakeholders, domethënë pjesët që kanë marrë pjesë në ose kahet që kanë marrë pjesë në vendimmarrje, domethënë kush është përfituesi, kush është lobuesi, kush është miratuesi, kush është përpiluesi. Pra, të gjitha këto hallka duhen të kontrollohen, domethënë në mënyrë që të arrihet qartësia që një herë në histori Shqipëria të ketë një gjykim të denjë, për të quajtur gjykim. Dhe jo vetëm për baltosje apo tregim me gisht, por ne do të themi që një individ ka krijuar një paketë maleve që bie si projekt ligjës edhe projekt ide në kundërshtim me çfarëdo lloj ideje të një mirëqenie dhe bashkëtese të mirë të shtetasve. Fajtor, 140 deputetë që e votuan dhe nuk kishin replika, fajtor. Shoqëria civile që nuk foli. Ata për shembull, sidomos ajo pjesë e shoqërisë civile e cila bazohet në fonde të ndryshme, që e paguhet për të mbrojtur interesat e civilëve. Fajtore. Një investitor strategjik që përsëri duke e ditur shumë mirë, sepse ata mund të jenë shumë gjëra përveç se budallëj. Patjetër. Që është në dieni të keqësisë, ligësisë që ky ligj ka, e merr gjithsesi fajtor. Shka që thjesht. Të gjitha ato do të jenë dokumentuar, nuk ka problem se themi ne është ai apo është filani, ky është i keq, ky është nga ai fshati andej apo jo zotëri. Ky është një individ që ka bërë një krim bashkë me lupafshim. Ka që thjesht është. Po pastaj çfarë do bëjmë? Dhe si imagjinoj unë domethënë është që krijimi që këto institucione të mos ngecin. Unë e shoh forcën e kësaj proteste dhe faktin që diaspora do kthehet. Jo se diaspora di diçka më shumë, po thjesht e ka atë lirinë dhe e ka atë botpamjen, sepse dhe unë dashuria ime për Shqipërinë filloi kur unë ika nga Shqipëria. Se deri në atë moment isha aman vetëm tiki. Kur erdha këtu, fillova të lexoj, fillova të edukohem për atë dheun tim. Dhe them që diaspora ka shumë të rinj e të reja që kanë marrë eksperjenca dhe kanë ekspertizë pa fund në shumë fusha të ndryshme. Këta njerëz i duan Shqipërisë. Kthehemi, çfarë di të bësh? Jam mjek, jam jurist, jam financier, ekonomist, inxhinier, njëra tjetrën, çdo fushë ka nevojë për njerëz dhe normalisht mbështetem shumë te ideja vullnetarizmi,
e kuptoj që askush nuk ka kohë dhe energji për të humbë një farë mënyre dhe është shumë e vështirë jeta dhe duhen edhe të ardhurat, por se si e shoh unë, duke qenë se kemi humbë besimin tek njerëzit që na qeverisin, kjo do jetë një qeveri teknike vullnetare e papaguar. Nuk do pagueme. Unë do bëj si punë për shembull. Do bësh se ti se luftu me ja dolën. Ma tham ja dolën, po. Po më gjysmë si lihet thosi. Patjetër, gjithë secili domethënë do japi ato kontributin e vet në ato fusha të cilat ata kanë ekspertizë. Është një mënyrë se si Shqipëria të mos ngecë, Europës do i themi na prit, kemi gjatë, nuk jemi gati për ty. Na ke dhënë fonde pa fund, nuk ku more i herë munimin me pa ku shkon ato fonde. U gënjeve kaq shpejt, edhe ti u gënjeve. Na prit, nuk ke çfarë bë. Po deshe që të jemi bashk, ne jemi edukuar ti, ne jemi vim nga shtete që janë pjesë e Bashkimit Evropian që bllokun rrugën që ne të bëjmë protestë. Pra unë fillova tu çajt, kur pash protestën me bicikleta, kishin policë përballë, policë anash rrugës në përkryqëzime, dhe unë po çaja thash, ka që lirë jam unë këtu? Ka shumë problematika çdo shtet, absolutisht. Dhe nuk do futemi tash të zgjidhim hallet e gjithë botës, ama të Shqipërisë ti themi Europës na prit. Po patën ai ekspert me na qumë na animu si tamam ta vendosim këtë sistemin në rrugë mirë do bësh. Tendera e njëna tjetra do ndërpriten gjitha në mënyrë kështu, me thik domethënë, të mos vazhdoja si gjë tjetër, si lloj punimi, ndërtimi që janë këto gropat e hap me njëna tjetra, të ndaloj, do ketë riflerësim. Pa fund arkitekt, pa fund inxhiniera që janë të gatshëm të japin kontributin e vet, pa fund njerëz që duan të ndihmojnë njerëzit në nevojë. Bon GoFundMe vetëm nga protesta. Golli 80.000 euro për një familje kishte shkuar 120.000. Pse? Nga shqiptarët, direkt, 5 euro njëri, 50 tjetri, 100 tjetri, 1.000 sipas mundësive, e ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe të kemi kujdes që të ndihmojmë shtresat më vulnerabël. Ato që nuk kanë shtëpi, ato që janë rrugë, ato që nuk kanë bukë me hëngër. Dhe kështu me radhë, duke u ngritur avash të ndërtojmë, do ketë shumë punë patjetër, do kthehemi në përfshatra, punojmë në përfshatra në fund ditës, ndihmojmë njëri tjetrin, të kemi prodhimin shqiptar vendas, ta kemi shumë të mirë, do turizëm militar. Hajde në fshat o vlla, kështu rritet domatja këtu te ne. Ke Antalya me shku, ke Maldives, ke Hawaii, nuk ka nevojë të ngelim me ardhe. Po patjetër se s'do bëhemi tani copy-paste nga gjitha skelet vetëm duke kopjuar fshatrat shqiptar të jenë të mbrojtur nga UNESCO për mënyrën se si jetohet në fshatra shqiptar, sepse jetohet, unë vi vet nga fshati dhe unë e di, jetohet si në kohë çepës dhe është shumë e bukur, dalësh në borr, kesh pula aty, kesh dhinë atje, lopa, ku diun, dele njëri tjetrin. Pra pse? Sepse ashtu të futet në UNESCO, vlla, krejt Shqipëria fshati të futet në UNESCO, se kështu jetohet në fshat, kështu është jetuar ndër vite. Unë jetoj në fshat, siç ka jetu gjyshi im, siç ka jetu stërgjyshi, siç ka jetu stërgjyshi, i so jetojnë prap. Kam pula, dele, thi, lop, çumësht, kaq, nuk kam punë tjetër ato. Pra, është çdo gjë mrena tokës që ato kanë. Pse mos jetë kjo mbrojtur nga UNESCO? Është stil jetesa. Po ta mbrojnë vetë një herë përpara se ta mbrojnë. Po them, domethënë do t'i japësh zë turizmit shqiptar. Ja, ku ke? Kam unë ide biznesi për fshatin. Hajde ti 300 euro i dark, po më vlla se kam punu gjithë vitin unë. Si do vish ti këtu të hash domate në bio që si kam hellë si gjo me zi, ka dalë domatja. A e do elitar? Hajde pra, i mi, sa të dush. E bus. Patjetër, nuk ka fund. Domethënë, shko, veja çmimin sa të dush, vjen ai, nuk e ka problem. Ka marr këtu në fshat, fshati është shumë i bukur, kështu ka një ku gjen në Gjermani ti atë lloj fshati. Domethënë, thonë njerëzit jetojnë fshat. Po, fshati këtu është. Unë shkova në fshat, thash, sa mirë. Shofun fshati nuk ishte. Po çfarë punë bën ju? Jo, janë inxhinier tjetër. Po dele kështu. Keni ju këtu dal pula? Jo, nuk i lejo shteti këto. Do futemi në Europë, nuk do lënë me pas pula në shtëpi. Po. Arritemi dot ne pa pula në shtëpi? Jemi gati, shoqëria shqiptare, mos ketë pula. As qyteti nuk është gati për mos të ketë pula në shtëpi, se edhe pse i blej shumica në për supermarketet, nuk ka. Po jo vetëm atje, domethënë për momentin e parë që së muret dikush apo që do dikush vetë tek ai fshatari i ble vezën atij. Po, duhet. Pra dhe kjo është zgjidhja. Dhe unë do jem fshat. Kontributi që unë do jap për Shqipërinë është në fshat. Nuk do jem te kjo pjesa vullnetare, do jem vullnetar në fshat. Duke punuar me fshatarët, duke miell domate, domate, aty me dele, po, delet i dua shumë.
se themi popull dele dhe harrojmë se dele është një ndër kafshët më të zgjuara. Domethënë sa herë bëhet flijime nëpër librat e besimeve të ndryshme, kush pritet? Po. Delja pritet, se nuk flet Delja. Një gjon dhe nuk flet. Po u bë Delja me nerva. Po. Kështu që un kam shumë besim se kjo do arrihet, nëse sa më shumë njerëz që në radhë parë duhet ta besojmë se kjo gjë arrihet. E di që është shumë e vështirë për ne kemi bërë këtë bisedë më përpara, këto nuk është hera e parë që ne gjon këto fjalë nga unë vazhdoj stoike tek kjo ide, sepse është e vetmja ide për cilën unë ja vlen të luftoj. Nëse nuk është kjo, ti jetë prapë kështu siç është. Duke shpresuar që një ditë në mos ne, fëmijët tanë apo niprit tanë do mund të jetonin një realitet të tillë në vendin e tyre, që e ka falur i madh i Zot. Aq të beguar sa është, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që kishe kohë për të biseduar sot e mezi pres të shihemi e të bisedojmë herën tjetër. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi, edhe inshallah me men kokë thot babim, edhe të mos dorëzohemi. Kjo është e vetmja. Të lutem goja ty, edhe papit, edhe deri herën tjetër bashkë mirupafshim, qëndroni vigjilent, qëndroni të informuar dhe më së shumti të bashkuar me njëri tjetrin për Shqipërinë e shqiptarëve. Mirupafshim. Mirupafshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.